Pas rubrikës së gastronomisë do të qëndrojmë përsëri tek pjesa e ushqimeve dhe tek dietat, por do të kemi një specifik sot, pasi do t'i dedikojmë hapësirën e kësaj rubrike një grupi të caktuar të njerëzve. Bëhet fjalë për zonjat që janë në menopauzë. E për këtë do të kemi Anila Kadeshin sot. Ajo është e mirënjohur dhe kam përshtypjen është shumë e kontaktuar për sugjerime dhe këshilla për tema të ndryshme që kanë lidhje me shëndetin, ushqimet edhe dietat, por sot ne do të përqendrohemi te kjo temë. Përpara se të vazhdojmë me bisedën, ndjekim sigletën. Anila, nisëm pak më parë të flasim për temën e ditës së sotme, kështu që është momenti të kalojmë më në detaj. Okej. Menopauza në fakt është një periudhë, le të themi, tranzitore për zonjat të cilat pas një moshe të caktuar e kalojnë këtë periudhë, por e kalojnë me disa shqetësime. Zakonisht afshet e nxehta, ankthi, stresi, disa luhatje të tensionit, probleme me kockat, le të themi edhe thyerje të kockave her pas here, ndoshta shfaqja e sëmundjeve kardiake, hipertensionit, diabetit ndoshta nëse nuk është menaxhuar mirë, le të themi pesha, një humbje të masës muskulare. Femra nuk është më ajo femra, le të themi, e tonifikuar e një periudhë të caktuar kohë, fillojnë të duken rrudhat e para, thinjat e para dhe të gjitha këto janë, le të themi, stresuese dhe shqetësuese për këto zonja. Por a ka zgjidhje? Patjetër që ka zgjidhje, fillimisht ana psikologjike është shumë e rëndësishme, por le të themi ushqyerja korekte, një stil jetese i shëndetshëm, aktiviteti fizik, mundësisht edhe me pesha pak, por gjithashtu edhe aktivitetet aerobike janë shumë të rëndësishme dhe shumë të shëndetshme për të kaluar këtë fazë që në fillim duket e vështirë, duket si e pa superueshme ose pa kalueshme, por që kalon shumë mirë nëse ne e menaxhojmë në mënyrë të shëndetshme. Dhe në qoftë se kujdesemi ditë pas dite dhe mos të presim që ndryshimi pozitiv të vi për një ditë apo dy, të na kthehet në stil jetese një jetesë e shëndetshme, pra me aktivitet fizik të vazhdueshëm, duke thënë diku mbi 150 minuta në javë, ndoshta aktivitet aerobik, duke shtuar dhe 2 deri në 3 ditë në javë aktivitetin e forcës, le të themi për të punuar pak për krahët, për këmbët, për të bërë një aktivitet në mënyrë që mos të humbasim atë masë muskulare e cila është shumë e rëndësishme në zonjat e kësaj periudhe. Në tavolinën, në tryezën që kemi këtu, kemi ushqime të ndryshme. Disa e kuptoj që janë në anën e mirë, disa janë në anën e keqe. Her pas here na duhet t'i miksojmë edhe për shkak të nepseve që mund kemi, por duhet kemi gjithmonë kujdes që gabimet na lejohen shumë rrallë dhe të mos na kthehet në përditshmëri. Ushqime të cilat na ndihmojnë që të qëndrojmë në formë dhe që këtë periudhë paksa me probleme të jetës së çdo gruaje ta kalojmë sa më lehtëshëm. Zonjat e kësaj periudhe fokusohen gjithmonë për të parë ndoshta ato farmacit ose gjërat çuditëbërëse që ndodhin në internet, duke na dhënë ndoshta suplemente ekstra për të përballuar të gjitha këto simptoma që unë thash, pra shqetësimet me ankthin, me stresin, ndoshta afshet e nxehta, prishja e gjumit, sepse pjesa më e madhe e tyre ka një çrregullim të gjumit. Të gjitha këto përpiqen që t'i marrin nëpërmjet suplementeve, por suplementi nuk është zgjidhja. Zgjidhja është ushqyerja e shëndetshme. Dhe ushqyerja e shëndetshme kuptohet që janë porcionet e frutave, të perimeve, proteinat e pastra dhe të shëndetshme, flasim për mishin e pulës, për peshkun, edhe mishin e kuq, pse jo, për të marrë një proteinë të pastër, sepse në këtë periudhë ndodh që femrat fillojnë të humbasin masën muskulare dhe gjithmonë mendojnë se ka ndryshuar metabolizmi. Në fakt nuk ndryshon metabolizmi, ndryshojnë në këtë çrregullim hormonal, le të themi, estrogjeni është me pakisë, fillon të paksohet dhe duke u paksuar estrogjeni kemi një akumulim të dhjamit në bark, në zonën abdominale. Gjithashtu duke humbur masën muskulare, e cila bën shumë mirë për të rritur metabolizmin dhe për të përmirësuar tretjen, ne kemi këtë akumulim të dhjamit në bark duke krijuar edhe një humbje të masës muskulare, duke arritur ndoshta edhe deri në sarkopeni. Për këtë këshillohet që një porcion çereku të jetë një pjatë ku gjysma e pjatës le të ketë perimet jeshile ose perimet e tjera, bishtajore ndoshta, dhe një porcion të jetë protein, ku mund të ishte mishi i pulës, peshku, mund të ishte mishi i viçit,
i kuq, pa yndyrë, le të themi, duke vazhduar me vezët, të cilët janë një burim proteinik shumë i mirë dhe shumë i shëndetshëm, pa haruar karbohidratet, diku edhe kjo një çerek të pjatës le të jetë me karbohidrate integrale gjithmonë, flasim për bukën integrale, për makaronat integrale ose orizin integral, duke vazhduar me quinoa, bullgurin, që janë zëvendësues shumë të mirë, të dritrave integrale dhe mos harrojmë jo shumë fruta, 1 deri në 2 fruta do mjaftonte për të marrë vlerën Sa pak që duhur. janë, në mirë nuk na lejohen, unë nuk jam në këtë periudhë, po që për pjesën e dietë që hyn tek dietat jo të mira, konsumimi i ëmbëlsirave, po tani edhe tek frutat 1-2 në ditë ka që 2 fruta do mjaftonin për të marrë atë sasi të duhur të ushqimeve të vitaminave dhe mineraleve që nevojiten. Pa haruar 5 porcione fruta. Këto Perime, më fal. Frutat që po thua, është mirë t'i konsumojmë nga pak në secilin vakt apo në mes vakteve? Është shumë e mirë në mes të vakteve që të konsumohen, pasi koha e tretjes së tyre është e ndryshme nga ato të ushqimeve, kështu që mos të bëhet një fermentim në stomak ose në zor i proteinave, karbohidrateve dhe yndyrnave që ne marrim nga ushqimet, le të kalojmë në vaktin e paradites dhe pasdites. Mos harrojmë që zorët janë shumë të rëndësishme dhe janë, le të themi, burimi disa sëmundjeve dhe mjafton që të marrim probiotikët e përftuar nga kefiri apo kosi, por duke mos harruar dhe nga turshit ndoshta, por gjithmonë turshit duke pasur parasysh që në këtë periudhë mund të kemi probleme kardiake, duhet jemi të kujdesshëm që mos të marrim një sasi të tepërt, le të themi, të kripës. Kështu që turshit është e mira që të vjen në ujë. Po, meqense ra biseda tek turshit, edhe ndonjëherë te turshit realizuara në mënyrë vetëm me kripra, në mënyrë sa më natyrale, pa aciditete të shtuar. Sa është sasia që sugjerohet? Se në rregull janë të mira. Po sasia, le të themi, 50 deri në 60 gram do të ishte mjaftueshëm. Në ditë? Në ditë. Jo më pak, jo më shumë. Në rregull, edhe tani do të kaloj në një pyetje tjetër. Biseda u duk sikur kishte tendencën të na tregonte për ushqimet që nuk të lejojnë të shëndoshesh ose të ruash formën fizike. Po në këtë periudhë të menopauzës ka dhe problematika të tjera, të cilat normalisht variojnë nga një individ tek individi tjetër. Ka zonja që e përjetojnë me luatje më të theksuara humori, ka të tjera që nuk është se ndjejnë shumë këtë gjë. Për këto efekte të tjera anësore, ka ndonjë specifik tek pjesa e ushqimeve? Në këtë periudhë thash dhe më përpara që kockat janë ato që gjatë periudhës së menopauzës fillojnë të humbin dënsinë e tyre kockore. Për këtë, kalciumi dhe vitamina D janë shumë të domosdoshme për të konsumuar ose për të marrë nga personat. Natyrisht, ushqimet, burimi kryesor i vitaminës D dhe i kalciumit janë ushqimet. Por, nëse nga analizat që ne kemi bërë, shikojmë që nuk është se kemi një përthithje të mirë të kalciumit ose të vitaminës D, atër jemi ndoshta të detyruar të referohemi disa suplementeve. Por, unë mendoj, unë kam sjellë edhe ca tabela, ku tregohet më së miri ushqimet dhe sasia e rekomanduar e vitaminave, vitaminës D, e magnezit, e kalciumit, që duhet marrë e acideve yndyrore omega 3, por gjithashtu edhe të elementeve të tjera. Po, i kemi në ekran, vitaminat që duhet të merren në menopauzë. Dhe le të themi që unë do t'i referohem më shumë sasive të përcaktuara të vitaminës D, të kalciumit dhe magnezit. Për shembull, acidet yndyrore omega 3, që sasia rekomanduar është diku 1300 mg, dhe po të shikoni, një lugë gjelle fara liri ka 2300 mg, pra kemi një superim me 1000 mg të acideve yndyrore omega 3. Dhe në këtë periudhë zakonisht, pas periudhës menopauzës, kemi probleme me Parkinsonin, me demencën, me problemet me trurin, po të shikoni fare chia, arat, të gjitha frutat e thata, lakra Bruxellit, të gjitha kanë një sasi të konsiderueshme dhe shumë të mirë të acideve yndyrore omega 3. Pra, nëse ne nëpërmjet një ushqyere korrekte arrim të bëjmë një regjim ushqimor i cili ka të përfshira këto ushqime, të gjitha faret le të themi që në vaktin e mëngjesit ndoshta, ose në smoothie të ndryshme, ose në vaktet ndërmjetme ku unë rekomandova të konsumohet një frut, mund të jetë edhe një kos natyral për të marrë sasinë e probiotikëve dhe të kalciumit që ka kosi, por gjithashtu dhe farrat të cilët janë të shkëlqyera për të dhënë acidet yndyrore omega 3. Një tjetër element
shumë i mirë është vitamina D. Natyrisht vitamina D ne e përthithim nëpërmjet lëkurës. Vera është një le themi një sinë e shkëlqyer, ne kemi pothuajse gjithkohon dhe është shumë e mirë, siç i kam tërhequr unë pak sot mongët e kostumit, le të tërheqin të gjithë mongët e kostumit apo të xhaketave tani në dimër dhe le të preferojmë që të konsumojmë ndoshta një kafe në një ambient të hapur, në një ambient ku rrezet e diellit na prekin dhe ne arrim të përthithim këtë vitaminë D. Por nëse ne sasia rekomanduar është diku 1300 njësi le themi, por kjo është personale, varet nëpërmjet analizave të vitaminës D, ne arrim të shohim se sa është kjo sasi dhe duke parë sasinë e vitaminës D që na referohet, ne duhet të marrim edhe sasinë nëpërmjet suplementeve ose ushqimeve të ndryshme. Marrja e suplementeve pa rekomandimin e mjekut apo të dietologut dhe ndoshta me tepric në organizëm, duke menduar që një vitamina D është një vitaminë, një supervitamin le themi, për sistemin imunitar, për përthithjen e kalciumit në kocka, nëse ne nuk e marrim në sasinë e duhur, atëherë mund të krijojmë një toksikim ose mund të krijojmë ndoshta edhe gur në veshka nëse merret me tepric vitamina D plus kalciumi. Pra, ka ngarkesat të tjera që kryojnë në organizëm edhe problematikat të tjera të kryuara. Nëse ne marim me tepris dhe nëse ne marim pa e ditur gjendjen tonë aktuale. Pra, duhet gjithmonë konsultim nga mjeku miq përpara se sa të Një tjetër element që shfaqet gjatë periudhës së menopauzës është pagjumësia. Zonjat nga ankthi, stresi, ndoshta edhe konsumimi i kafeinës së tepërt, duke pirë 1, 2, 3 ose më shumë kafe në ditë, ose ankthi, të gjitha këto kanë të bëjmë një çrregullim të gjumit. Gjumi është shumë i rëndësishëm për stilin tonë të jetesës, 6 deri në 8 orë është sasia rekomanduar e orëve të gjumit që duhet të bëjmë, por ndihmon për këtë magnezi. Konsumimi i magnezit në darkë, glicinati kryesisht, është një element shumë i mirë për të përmirësuar cilësinë e gjumit, por natyrisht edhe për të dhënë një mbështetje shumë të mirë për le themi ankthin ose stresin ose për të menaxhuar le themi shqetësimet e menopauzës. Po nëse dikush, se më lindi pyetja, nëse dikush nuk ka probleme fare me gjumin, do të thënë që nivelin e magnezit e ka domosdoshmërisht të mirë apo jo domosdoshmërisht është tregues? Jo, nuk është i lidhur sepse magnezi është një le themi një element shumë i fuqishëm për një sër problematikash në organizëm. Jo vetëm për ngërçet, për dhimbjet e kyçeve, për rikuperimin e muskujve, është për një sër gjërash. Nuk është e thënë, por gjithsesi çdo kusht është shumë e mirë që të njohë organizmin e tij her pas here duke bërë teste të ndryshme ose duke bërë analiza për të sugjerohen analizat të po një herë në 6 muaj, nëse një organizëm është i shëndetshëm, le të themi, nuk ka probleme apo shqetësime gjatë gjithë kohës, do të ishte mjaftueshëm. Kur thua një herë në 6 muaj është mjaftueshëm, jemi dakord, por minimalisht duhet themi se jo të gjithë e kanë mundësinë një herë në 6 muaj të bëjnë analiza të detajuara. E para sepse hutohen nga përditshmëria, e lën le të themi pas dore, dyta sepse nuk është edhe aq ekonomike. Pra një pjesë të analizave janë të kushtueshme, kështu që jo të gjithë kanë mundësi të bëjnë një herë në 6 muaj. Po, dikush që është i siguruar mund ta ketë të përfshirë check-upin edhe mund të bëj, por gjithsesi ajo është individuale, sepse mund të ketë persona që kanë nevojë për t'i bërë ndoshta edhe një herë edhe çdo muaj, edhe një herë në 2 muaj, varet nga organizmi. Nëse është një organizëm i shëndetshëm dhe është i fiksuar pas analizave, unë personalisht të them të drejtën, jam personi që harohem të bëj analizat, sepse ndihem shumë mirë, nuk kam asnjë lloj problematike, kështu që ndaj po thoja, për të gjithë ata njerëz që thonë se në rregull jam, se nuk kam ndonjë gjë që nuk shkon që të bëj analiza, të paktën të dim se sa duhet të shtyhet maksimalisht, 1 vit, 2 vjet apo mendoj që një herë në 6 muaj të jep një pasqyrë eksakte të asaj çfarë ndodh në organizëm, por tash ajo është zgjedhje personale dhe çdo kush mund të vendosi për organizmin e vet. Unë kam vendosur që të ri pak më gjatë. Normalisht ti je doktoresh e trupit tënd dhe i dallon çdo lloj detaji që mund të ketë një problematik. Dëgjoj, Antonet, jetojmë në një botë shumë të egër dhe shumë të vështirë. Rrezatimet nuk është domethënë gjithçka vetëm ushqimi që ne konsumojmë. Edhe ushqimi që ne konsumojmë, ne flasim për ushqime të shëndetshme, ushqime të patrajtuara, ushqime organike, bio, por sa të mbrojtur jemi. Kjo është një çështje më vete, domethënë. Ne konsumojmë këto ushqime, por nuk e dim nëse kanë pesticide, nëse kanë
hormone të trajtuara, nëse janë gjenetikisht të modifikuara, dhe flasim për vlera ushqyese, ushqimesh të shëndetshme, por nuk është se jemi të mbrojtur. Përveç kësaj, ndotja e ambientit është, le të themi, një faktor tjetër. Jetojmë në shtëpi ku Wi-Fi është në dhomën ku ne flëm. Në mos në dhomën ku ne flem, komshiu si për nesh, që ne na ndan vetëm një mur, ka Wi-Fi-n si për të ndezur gjithë natën. Kemi 2-3 telefona çdo person, kompjuterat, pra rizatimi është në një mënyrë, le të themi, ne jemi të ekspozuar në rizatim në një mënyrë të tmerrshme. Dhe të gjitha këto kuptoj që ndikojnë në cilësinë e jetës, por gjithsesi shpresojmë që të jemi me fat edhe aq sa kemi munduar. Duhet thënë diçka. Ditët e sotme ka shumë problematika të tilla, duke filluar nga pjesa e ushqimit që nuk është ndoshta siguria për ushqime bio maksimale, ose edhe pjesa e përhapjes së fast foodeve, edhe pjesa e rezatimeve, por pjesa e mjekësisë ka avancuar shumë më shumë. Edhe farmaceutika, suplementet janë të shtuara në raport me vite më parë, ka suplemente dhe ilaçe për shumë problematika. Suplemente ka pafund, por në fakt suplementet është diçka e prodhuar sintetikisht. Dhe natyrisht, organizmi përthith dhe tret shumë mirë një ushqim, sesa një diçka të, le themi, të futur në atë kapaçkën e vogël, që ti gjithsesi je pak më i pak kontrolluar, le të themi. Por gjithsesi besoj që për personat që kanë mungesa të theksuara të një vitamine ose janë ndihmues. Absolutisht po. Do të thënë një person i cili ka edhe patologji bashkëshoqëruese, natyrisht ka nevojë për të bërë një ekzaminim mjekësor, për të bërë analiza të detajuara, por gjithashtu për të ushqyer shëndetshëm, për të marrë një regjim korrekt, për të bërë një aktivitet fizik shumë të rëndësishëm, për të rregulluar stilin e tij të jetesës dhe gjithashtu nëse është e nevojshme të marrë dhe suplementet dhe vitaminat e nevojshme. Dhe duhet shtuar, Anila, nuk mund ta lëm pa përmendur që zonjat tani më në ditët e sotme ndihen shumë më në formë se vite më parë, besoj, për shkak të gjitha mundësive të shtuara, për shkak të atyre që unë përmenda, që tashmë është shumë e thjeshtë të jesh më në formë, ke më shumë kohë t'i dedikohesh vetes qoftë me aktivitet fizik, me forma të ndryshme, me profesionistë që të udhëzojnë se çfarë duhet bësh, edhe tek pjesa ushqimeve të jesh paksa më i kujdesshëm. Unë kam arritur në emisionin 9800. Pa llogaritur kolegët e mia të cilët flasin her pas here, pothuajse çdo ditë në emisione televizive për stilin e jetesës, për si të jetojmë shëndetshëm, si të marrim përfitimet maksimale nëpërmjet ushqyerjes, nëpërmjet aktivitetit fizik, nëpërmjet stilit të jetesës. Dhe besoj dhe kjo ka ndikuar mjaft në çdo kënd që do të fokusohet në një stil jetese të shëndetshëm. E vërtet. Besoj që një pjesë të mirë të informacioneve rreth kësaj teme i kemi dhënë sot. Ju gjithmonë e dini që ne këtu mirëpresim pyetjet tuaja, paqartësitë tuaja në lidhje me temat që trajtojmë, dhe sa herë i kemi të ftuar personazhet profesionistë të fushave të caktuara, ne i rikthejmë në vëmendje nëse keni ju pyetje të ndryshme. Ndaj na shkruani miq për çdo gjë që mund të keni mbetur pa përgjigje. Pavarësisht se ne pothuajse i tham të gjitha. Të falenderoj shumë, Anil. Ishte një kënaqësi si gjithmonë. E ndërkohë miq, Iva është kthyer nga studioja e kuzhinës, tashmë është bashkë me mua në studio. Këshillat janë shumë të vlefshme që jep Anila, por dhe gjithë ekspertët e tjerë që ne zakonisht kemi në studio, sepse javës së kaluar në folëm për kolesterolin e keq, Anila, apo jo, që ishte LDL, edhe unë, teksa bëra një check-up, pash LDL-n, por në fakt, fatmirësisht isha në norma të mira, po kjo do të thotë që na ke zhdërvjellësuar edhe disa ndoshta terminologji të caktuara të cilat ne në përditshmërinë tonë nuk i njohim. Mjafton që të dëgjojmë... Dhe nuk u adim rëndësin. Nuk u adim rëndësin, vërtet. Mjafton që të dëgjojmë me vëmendje edhe bëhemi më të kujdesshëm. Mirë, ne tani do të kalojmë në një moment tjetër, sepse do të flasim për kujdesin, do të flasim për rëndësinë e trajtimeve të ndryshme tani para festave. Në fakt, trajtimet janë të rëndësishme dhe është e mira që ne t'i kryejmë për gjatë gjithë vitit. Sigurisht që kush ka mundësi financiare, por mbi të gjitha kush ka dhe edukatën për të ndjekur ato. Do të ndjekim fillimisht sikletën dhe më pas do të shkojmë një herë tek Mimi Muajesi, e cila po na pret.